Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Çudit miku, ja kush duhet të pi kafe dhe sa duhet të pini si pas moshës. Tashmë e dim që kafja ka vlera të pasëvendësueshme shëndetësore. Në video tona ne kemi folur shumë herë për efektet e saj në shëndetin e organizmit në tërësi dhe parandalimin e shumë sëmundjeve të trashëgueshme. Kafeja ka me mira minerale të ndryshme të cilat ndikojnë në përmirësimin e shëndetit tonë, por a i kishit menduar ndonjëherë se cila kafe është më e shëndetshme? Në shtëpinë tonë, kafja turke është një nga shoqërueset e përditshmërisë. Vetëm kur jemi në lëvizje duhet të mjaftohemi me kafen ekspres. Madje askujt nuk i ka shkuar në mendje për të zëvendësuar kafen turke me ndonjë lloj tjetër. E keni menduar ndonjëherë nëse merrni të njëjtat vlera kur pini një kafe ekspres si edhe kur pini kafe turke? E vërteta është se jo të gjitha llojet e kafes kanë të njëjtat vlera. Ndryshimet mes kafe turke dhe asaj ekspres. Kafeja turke është ajo që ka përqendrimin më të lartë të vlerave të bimës së kafes. Pasi përgatitja e saj ka një hap, bluarjen e kokrave të pjekura të kafes dhe thirrja e tyre me ujë. Ndërsa kafja ekspres kalon në disa procese të tjera, ndryshimi i parë është pikërisht koha e pjekjes së kokrave të kafes. Nga ana tjetër, kokrat e kafes ekspres piqen më gjatë dhe më pas ato shtypen dhe siten për të prodhuar kokriza në madhësinë e rërës. Më pas, përgatitja në makinetat e ekspresit bën të mundur largimin e dy mineraleve të cilat ndodhen tek kafeja, kafestoli dhe kaoliani, dy minerale të yndyrore të cilat gjenden pikërisht tek bima e kafes, të cilat janë po aq të rëndësishme sa edhe antioksidantët. Kush nuk duhet të konsumojë kafe turke? Për njerëzit të cilët vuajnë nga kolesteroli i lartë apo që kanë në familjen e tyre raste të sëmundjeve të zemrës, këto dy minerale janë vërtet të dëmshme. Studimet e fundit kanë vërtetuar se këto dy substanca tek persona të cilët vuajnë nga kolesteroli i lartë rrisin dukshëm rrezikun e bllokimit të arterieve duke përkeqësuar edhe më tej shëndetin e zemrës pasi ajo nuk furnizohet me gjakun e nevojshëm. Pirja e kafes turke tek këta persona rrit të dukshëm nivelin e kolesterolit me të paktën 10%, duke qenë se kafja turke përmban 7,2 mg të kafestolit dhe 5,4 të kaolianit, ndërkohë që kafja ekspres nga ana tjetër përmban 1 mg nga secila substancë. Kjo për ekspertët është një e dhënë e dobishme, pasi ajo tregon se njerëzit të cilët vuajnë nga kolesteroli duhet që të konsumojnë më shumë kafe ekspres. Për njerëzit të cilët nuk kanë këto probleme, kafja turke nuk përbën as edhe një rrezik. Të zgjoheni në mëngjes dhe të rrëmbeni me shpejtësi kafen tuaj të preferuar, me sa duket sipas ekspertëve nuk është një ndër zgjidhjet më të mira. Kafja me të cilën nis ditën një pjesë e mirë e njerëzve mund të mos jetë mënyra më e mirë për ta filluar pikërisht ditën tuaj. Në fakt, mjekët besojnë se koha më e mirë për të shijuar kafen është pikërisht mëngjesi i vonë midis orës 9:30 dhe 11:30 paradite. Brightside gjithashtu ka treguar efektet që mund të ketë kafeina në trupin ton kur ne e pim me stomakun bosh. Ju mund të ndiheni më të fjetur. Kafeja është një pije zgjimi për shumë prej nesh, por pirja e saj sapo dilni nga shtrati mundet që të ketë efektin e kundërt. Kafeina dyfishon nivelet e hormoneve të stresit dhe mund të çojë në probleme me gjumin, gjë e cila rezulton në lodhje. Në qoftë se ju e filloni ditën tuaj me një filxhan cappuccino me sheqer, mund të ndiheni përsëri të përgjumur pas një periudhe të shkurtër kohe. Kjo ndodh sepse trupi ynë prodhon insulin për të kompensuar sheqerin.
duke bërë që nivelet e glukozës në gjak të bien, gjë e cila rezulton në mungesë energjie dhe ankthi. Trupi juaj mundet që të humbas mineralet më shpejt. Pirja e dozës tuaj të rregullt të kafes herët në mëngjes mund të bëjë që të humbisni shumë vitamina dhe minerale thelbësore. Mund të sabotoj thithjen e hekurit, magnezit dhe vitaminave B, të cilat janë po ashtu jetike për sistemin tonë nervor. Shumë kafein gjithashtu mundet që të nxjerrë kalcium nga kockat tuaja duke i bërë ato më të dobta. Mund të krijojë probleme me stomakun. Kafeja aktivizon sistemin tonë nervor, i cili nga ana tjetër ndikon në zorrën e trashë dhe mundet që të shkaktojë diare. Shumë njerëz gjithashtu pëlqejnë të shtojnë qumësht ose krem në filxhanin e tyre të kafes së mëngjesi dhe përrjedhoj, shumica prej nesh kanë vështirësi në tretjen e laktozës. Kjo mund të shkaktojë shqetësime në stomak, mund të çojë në shtim të peshës. Edhe pse kafeja e zezë mund t'ju ndihmojë të ndiqni dhjamin, ajo gjithashtu mund të prish modelet tuaja të shëndetshme të gjumit. Kur nuk flini mjaftueshëm, keni tendencën të ndiheni më të uritur dhe të keni më shumë dëshira për ushqime më të ëmbla. Shumë lloje kafesh, si për shembull pije me kafe të përziera me ëmbëlsues, janë të mbushura me sheqer dhe kalori, duke u bërë shkak për shtimin tuaj në peshë. Mund të përkeqësojë ankthin. Kur zgjoheni në mëngjes, nivelet tuaja të hormoneve të stresit janë zakonisht të larta. Për shkak se kafeina është një stimulues, ajo i jep trupit një efekt nervoz dhe madje mund të shtojë ankthin për disa njerëz. Mund të thajë lëkurën tuaj. Për shkak se kafeja ju bën të përdorni tualetin më shpesh, ajo dehidraton trupin tuaj. Kur dehidroheni, është më e vështirë që toksinat të dalin nga trupi përmes lëkurës tuaj. Kjo nga ana tjetër e than lëkurën dhe e bën atë më të prekshme ndaj problemeve të ndryshme si rrudhat e parakohshme. Mundet që të rrisë nivelin e sheqerit në gjak. Filxhani juaj i kafes në mëngjes e bën më të vështirë për qelizat tuaja për të rregulluar sheqerin në gjak, i cili mund të çojë në sëmundje të ndryshme. Sheqeri i lartë në gjak nga ana tjetër mund të çojë në shtim në peshë dhe madje të rrisë edhe rrezikun e infeksioneve të lëkurës. Gjithashtu, sipas ekspertëve, kafja në të vërtetë ka një efekt laksativ dhe ajo lëshon një hormon që e bën stomakun tuaj të shpejtojë aktivitetin në zorrën e trashë. Pirja e tepërt e kafes mundet që të çojë në jashtëqitje të lirshme dhe madje edhe në diarre. Përveç kësaj, kafja promovon zbaticën gastroezofageale. Në qoftë se keni probleme me stomakun tuaj, është më mirë që të zvogëloni konsumin e saj. Mund të ndiheni të lodhur të nesërmen pasi të keni pirë kafe. Kafeja e stimulon sistemin tuaj nervor për shkak të përmbajtjes së kafeinës dhe gjithashtu përmirëson performancën fizike me 11 deri në 12%, por ka një anë të keqe. Adenozina, një element kimik që gjendet në kafe, së pari rritet dhe më pas bie. Disa studime vënë re se pasi të keni pirë shumë, ju mund të ndiheni të lodhur dhe mund të bini në gjumë. Nëse konsumoni doza të mëdha të kafes çdo ditë, kjo mund të çojë në ankth dhe në nervozizëm. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.